Asnjë trofe në këtë edicion, 2 trajnerë të ndëruar pa rezultat, tifozët në revolt të plot me Kylian Mbappé, madje edhe një peticion masiv për largimin e tij. Tensione të pakontrolluara në qendrën stërvitore, shuplaka, debate që shkojnë deri në spital dhe kulmi, të dielën ndeshja ndaj Barcelonës në El Clasico. Në këtë video do t'ju flas me detaje bazuar në raportimet e fundit të mediave spanjolle mbi situatën alarmante që po kalon Real Madrid. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Real Madrid po shkon drejt një sezoni të dytë të radhazi pa trofe. Kjo është diçka jashtëzakonisht e rrallë për klubin Los Blancos. Në La Liga ata janë në vendin e dytë me 11 pikë pas Barcelonës. Në Champions League u eliminuan në çerek finale, Copa del Rey u eliminuan po ashtu dhe në Supercup humbën ndaj Barcelonës. Ky sezon filloi me shpresa të mëdha pas ardhjes së trajnerit Xabi Alonso, i cili u zëvendësua nga Alvaro Arbeloa në janar, por as kjo nuk solli ndryshim dhe stabilitet tek ekipi. 2 trajnerë në një sezon dhe rezultatet ende të dobta. Kjo tregon krizë të thellë strukturore. Problemet nuk janë vetëm taktike. Ka mungesa kimi në skuadrë, lëndime kyçe dhe një presion të jashtëzakonshëm. Florentino Perez po përballet me kritika të ashpra. Tifozët kërkojnë ndryshime të mëdha në ver, shitje lojtarësh, blerje të reja dhe një trajner me autoritet. Një nga temat më të nxehta është Kylian Mbappé. Francezi ka shënuar shumë gola këtë sezon, por megjithatë tifozët nuk janë të kënaqur me të. Performanca e tij nuk ka qenë në nivelin e pritur për një yll të tillë, sidomos në ndeshjet vendimtare. Ka pasur debate për qëndrimin e tij, raportime për pushime luksoze me të dashurën e tij në Itali, ndërsa sezoni nuk është mbyllur ende. Një peticion online i quajtur Mbappé Out ka mbledhur miliona firma në pak ditë, ku për momentin që flasim numri ka kaluar mbi 34 milion firma. Mbappé ka pasur përplasje me stafin e Arbeloas, ndërsa disa lojtarë dhe pjesëtarë të klubit ankohen për profesionalizmin e tij. Situata brenda skuadrës është skandaloze, ku vetëm në javët e fundit 2 incidente në qendrën stërvitore mes lojtarëve. Në fillim Antonio Rudiger u raportua se kishte goditur me shuplak një antar të stafit të Arbeloas, ndërsa më vonë kishte goditur dhe Carreras. Ndërsa konflikti i dytë është ai mes Valverde dhe Tchouameni. Gjatë stërvitjes së të mërkurës, 2 lojtarët janë përplasur me njëri tjetrin dhe janë ndarë nga shokët e ekipit. Ata u shtyn në fillim mes njëri tjetrit, por debati vazhdoi edhe në dhomat e zhveshjes. Ndërsa ditën e njëjtë Valverde ka pësuar një goditje në kokën e Tchouameni, i cili është dërguar menjëherë në spital. Pas këtij konflikti Real Madrid doli me një deklaratë zyrtare ku thuaj: Real Madrid njofton se pas ngjarjeve të ndodhura këtë mëngjes, klubi ka vendosur të hapë procedura disiplinore ndaj lojtarëve Fede Valverde dhe Aurelien Tchouameni. Klubi do të njoftojë rezultatin e të 2 rasteve në momentin e dur, pasi të përfundojnë procedurat e brendshme përkatëse. Raportohet se skuadra është ndarë në disa grupe, lojtarët nuk flasin me njëri tjetrin, madje edhe me trajnerin Arbeloa. Të dielën më 10 maj Real Madrid viziton Barcelonën në Camp Nou. Barcelona është afër titullit dhe i duhet vetëm një pikë që ta sigurojë. Real Madrid do të luajë për prestigj, por pas këtyre ngjarjeve të fundit situata është alarmante. Kjo krizë vjen nga disa arsye: menaxhimi i dobët i skuadrës, presioni i lartë dhe mungesa e liderëve në dhomën e zhveshjes, siç ishte Ramos apo Casillas dikur. Florentino Perez duhet të marrë vendime të guximshme këtë verë, një trajner të ri fitues, një revolucion në skuadër ku do të përfshihen edhe disa largime kyçe. Real Madrid po kalon një nga krizat më të mëdha në vitet e fundit, ku përveç trofeve po as vështirësi dhe në dhomat e zhveshjes. Si e komentoni ju këtë situatë? A duhet shitur Mbappé? Kush duhet të jetë trajneri i ri? Shkruani në koment. Gjithashtu mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.